mirë se keni ardhur. U zgjodhen ambientet e Muzeut Historik të Shkodrës për të zhvilluar një aktivitet ndryshe me të moshuarit e qendrës rezidenciale në Shkodër. Zëvendës kryetarja e Bashkisë Shkodër, Teuta Qyteza, theksoi angazhimin e bashkisë për të ofruar më shumë shërbime sociale dhe aktivitete. Bashkia Shkodër riafirmon edhe një herë angazhimin e saj për të përmirësuar cilësinë e jetës të moshuarve dhe për të siguruar një trajtim me dinjitet dhe respekt për çdo qytetar të moshuar të bashkisë tonë. Dua të theksoj rolin e rëndësishëm të moshuarve në komunitet dhe përkushtimin e bashkisë për të mbështetur ato me politika dhe projekte të dedikuara. Të moshuarit përfaqësojnë një pastori të jashtëzakonshme për shoqërinë tonë. Kontributi i tyre gjatë gjithë jetës ka ndërtuar bazën e të ardhmes tonë dhe është detyra jonë që të sigurojmë kujdesin, mbështetjen dhe respektin e përhershëm. Vetë moshuarit, si dhe drejtori i shtëpisë të moshuarve Shkodër, Fation Hoxha, vlerësuan për kujdesjen dhe mbështetjen që po jepet moshës së tretë, duke theksuar se respekti dhe dashuria për të moshuarit janë një detyrim moral e shoqëror. Një respekt për të gjithë që kanë organizuar këtë aktivitet të bukur, i përshëndes të gjithë. Moshën e tretë jep jetë gjatë dhe shëndet. Urojmë gjithë, ne jemi shumë të gëzuar aty ku jenë në shtëpinë më. Jam shumë i privilegjuar që kam të bëj me disa gjysha të mrekullueshëm të cilëve unë ju shërbej çdo ditë. Ato janë bërë si pjesë e familjes sime dhe unë i shikoj si gjyshat e mi dhe sot kem frymë dhe sot kem forcë, do të mundohem për më të mirën e tyre që atyre mos t'i mungoj gjë dhe t'i lumturohet zemra tyre. Shtëpia të moshuarve Shkodër është e hapur për gjithë, të cilët duan të na bashkohen. Për sa kohë që ne i shërbejmë tyre të moshuar, do ta gjejnë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe të frytshëm që gjyshave tonë t'i gjendemi sa më pranë me aktivitete të ndryshme. Ala që meritojnë plotësisht. Atmosfera festive vijoi gjatë në ritmet e dy artistëve shkodran, Saviana Vjerdha dhe Glerdit Turmetaj.